Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lam të mirë diabet, kjo recetë me 2 përbërës ka lënë gojë hapur edhe mjekët. Një nga kurat më të mira kundër diabetit është padyshim ajo me limon dhe seleno, të cilën do ta dëgjoni në këtë video. Të dyja së bashku këto produkte normalizojnë nivelin e sheqerit në gjak në mënyrë efikase dhe luftojnë diabetin. Kjo kur është 100% natyrale dhe ka nevojë për vetëm 2 përbërës. Përbërësit janë 300 gram selino, 6 limon. Përgatitja: lajini kërcenjtë e selinos dhe më pas grijini holl në rende. Grimcat e vogla vendoseni në një tenxhere. Shtoni lëng të freskët të limonave dhe mbylleni me kapak. Ndizeni sobën dhe vendoseni një tenxhere të madhe të mbushur me ujë. Kur uji të ketë marrë val, uleni zjarrin dhe vendosni në të tenxheren më të vogël ku keni selinon, proces i cili njihet si banjo mari. Mbajeni në ujë të valuar për 2 orë dhe më pas hiqeni nga zjarri. Mos të hiqni kapakun pa u ftohur tenxherja. Më pas, lëngun hidheni në një kavanoz të qelçi dhe mbylleni mirë me kapak. Kavanozin futeni në frigorifer. Pini nga një lugë çdo mëngjes me stomakun bosh gjysmë ore përpara se ju të hani mëngjes. Sasia e përftuar mundet që të zjasë deri në 2 muaj. 2 muaj pas marrjes së rregullt të kurës, niveli i sheqerit në gjak do të normalizohet. Do të ndiheni shumë herë më mirë dhe të shëndetshëm. Limonët ndihmojnë në largimin e toksinave, rregullojnë pH-in dhe përmirësojnë tretjen. Selinoja përmirëson funksionin e veshkave, lëvizjen e zorrëve dhe qarkullimin e gjakut. Ajo duhet konsumuar rregullisht. Një tjetër kombinim i shëndetshëm është edhe ai me selino, majdanoz dhe moll që pastron organizmin dhe njëkohësisht jep energji dhe gjallëri. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 8 kërcenjë selino, 2 moll jeshile dhe 1 tufë me majdanoz. Shtrydhni në fillim 4 kërcenjë selinoje dhe më pas shtoni majdanozin, mollët dhe më pas pjesët e mbetura të selinos. Lëngun ju duhet që ta pini menjëherë për të marrë të gjithë ushqyesit e nevojshëm. Ndërkohë, diabetikët zakonisht kanë kufizime të mëdha në ushqime dhe në mënyrën e jetesës. Shumë prej ushqimeve që mund të konsumoni në një ditë për diabetikët janë të ndaluara. Këtu futet sheqeri, buka, prodhimet e brumit, madje dhe disa fruta. Megjithatë, disa prej tyre mund të kthehen në një kur të vërtetë. Këtu futen karrotat, të cilat sipas ekspertëve munden të ndihmojnë në trajtimin natyral të diabetit dhe më konkretisht këtu do të mësoni të gjitha këshillat mbi këtë çështje. Karrota dhe diabeti. Karrotat janë të njohura për vlerat e tyre në shëndet, duke filluar që nga flokët dhe deri tek lëkura. Në lidhje me diabetin, ato përmbajnë beta-karoten, vitamin A, antioksidant, fibra dhe një sër nutrientësh. Një karrotë mesatare përmban 4 gram karbohidrate, të cilat janë të tretshme dhe shumë pak sheqerna. Ekspertët thonë se vitamina B6 ka një rol shumë të madh në fuqizimin e metabolizmit. Mungesa e kompleksit të vitaminave B në trup lidhet me shfaqjen e diabetit të tipit 2, ndërsa karrotat ndihmojnë trupin të marrë një sër vitaminash nga ky grup. Vitamina A nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për kontrollin e sheqerit në gjak, duke e balancuar atë për njerëzit të cilët vuajnë nga diabeti. Fibra është gjithashtu e rëndësishme për të ulur dhe parandaluar diabetin e tipit 2. Si duhet ta pini lëngun e karrotës? Megjithse ka një shije të ëmbël, mund t'i konsumoni pa rrezik
edhe në qoftë se ju vuani nga diabeti. Lëngu i karrotave do të përmbajë sheqerna dhe njëkohësisht karbohidrate, por nuk do të ngrejë nivelet tuaja të diabetit. E rëndësishme është që të mos i shtoni sheqer teksa e konsumoni në mënyrë që të mos ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët rekomandojnë që të mos e konsumoni këtë lëng çdo ditë, pasi kanë nivele të mëdha karotenoidësh të cilët mund të ndikojnë në pigmentin e lëkurës tuaj. Lëngun e karrotës mund ta pini menjëherë ashtu siç është, ta shtoni tek sallata ndërsa me mbetjet nga shtrydhja mund të bëni kek. Receta e duhur për diabetin. Të konsumosh pije të ëmbla kur jeni me diabet duket si diçka tepër e vështirë, por kjo që ne do t'ju sugjerojmë në këtë video është një pije e sigurt. Përbërësit janë 800 gram karrota, 200 gram mollë të kuqe, 200 gram mollë jeshile, 20 ml lëng limoni, 20 gram ginger. Pritini të gjitha në copoza të vogla dhe shtrydhini. Më pas ruajeni të mbyllur në frigorifer ose mund ta konsumoni menjëherë. Ky lëng me bazë karrota dhe mollët për te diabeti do ju ndihmoj që të aktivizoni sistemin tuaj tretës, rregulloni presionin e gjakut dhe gjithashtu ju forcon shikimin. Të gjesh kombinimet të duhura ushqimore me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelet e sheqerit në gjak mund të jetë shumë e vështirë. Prandaj, çdo frut apo perime që konsumohet duhet të jetë e duhura. Këtu ju do të gjeni të listuara disa prej tyre të cilat do t'ju ndihmojnë me diabetin e tipit 1 dhe të tipit 2. Perimet. Perimet si për shembull spinaqi, lëpjeta, sallata janë plot me vlera por me pak kalori, duke qenë se ato treten shpejt nga organizmi, nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu, këto produkte janë të pasura gjithashtu me vitamin C, që luan një rol tepër të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe të tensionit të lartë. Peshku. Peshku është gjithashtu një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni dhe gjithashtu sardelet, açuget janë burimi më i mirë për yndyrat omega 3 dhe acidet DHA dhe EPA të cilat e ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti duhet që t'i konsumojnë pasi ata janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Kanella. Kanella është e pasur gjithashtu me antioksidantë të cilët mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanella mundet që të ulë nivelet e sheqerit në gjak, si edhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin që të ulë kolesterolin dhe gjithashtu nivelin e triglicerideve. Vezët. Vezët janë vërtet një paketë me vlera shëndetësore, përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur, ato gjithashtu munden që të rregullojnë edhe nivelin e sheqerit në gjak, si edhe njëkohësisht të ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat, paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.